Nënkryetari i Partisë Demokratike Flamur Noka i është referuar mosparaqitjes së Sali Berishës sot në SPAK, duke deklaruar se në selinë e PD-s nuk ka mërritur asnjë njoftim zyrtar me emrin e liderit të opozitës. Sipas Nokës, zarfi i ardhur ishte adresuar vetëm për Partinë Demokratike, ndaj shtoi ai, nuk mund të hapej nga askush. Ai tha se Berisha do të paraqitet kur zarfi të ketë të shkruar emrin e tij. Noka theksoi se përgjegjësi për 21 janarin ka qenë kryeministri Edi Rama, ndërsa shtoi se nuk ka patur asnjë urdhër për Gardën e Republikës që të qellohet drejt protestuesve. PD dhe kreu i saj Sali Berisha nuk i shmanget llogaridhënies dhe vajtjes para drejtësisë. Kjo është një lojë skapit për të përhapur thashëtheme mediatike për të bërë bujë dhe eklipsuar historinë e skandalit të Ballukut dhe Ramës, skandalit të tunelit dhe eklipsuar lajmin e kartelit të Sinaloas. Kur ma sjellin mua njoftimin pse ma sjellin me emrin Flamur Noka. Në selinë e PD-s ka ardhur asnjë shkres me emrin Sali Berisha, ka ardhur një zarf që thot për Partinë Demokratike. PD ka emra. Kur të vi letra për Flamur Nokën, nuk ka të drejtë hap askush tjetër por Flamur Noka. Ftohet partia në skap. Dini gjë ju, nuk ka ardhur asnjë kërkesë, asnjë njoftim. Kam qenë disa herë para skapit të partisë. Ka ardhur fletëthira me emrin tim. Për emrin e Sali Berishës nuk ka ardhur. Zoti Berisha ka deklaruar se sapo të njoftohet do të shkojë. 21 janari ishte tentativë për grushteti nga Rama dhe bandat e tij që bën gjithçka për të marrë pushtetin me dhunë. Të parët të interesuar për të zbardhur 21 janarin kanë qenë Sali Berisha dhe PD. U tentua marrja e pushtetit me dhunë. 4 viktimat janë të Edi Ramës. Ai i çoi atje për të shkelur ligjin, kushtetutën dhe i çoi mish për top për karrigen e tij. Nuk ka patur asnjë urdhër. Ka një ligj organik për Gardën e Republikës. Ka një territor të paracaktuar. Kush e shkel paralajmërohet dhe qellohet. Nuk ka dhënë kush urdhër. E kanë detyrë oficerët e Gardës që të reagojnë kur një institucion kushtetues sulmohet. Nëse do të kishte urdhër ai gardisti që këta e bën kryetar bashkie dhe më pas deputet do të tregonte. Pra nuk bëhet fjalë për urdhër, deklaron ndër të tjera Flamur Noka në mbrojtje të Berishës.